Një vit para se Ismail Qemali ta ngrinte flamurin në Vlorë, Shqiponia dykrenare ishte ngritur mbi majën e Deqiqit. Përballë ushtrisë së Perandorisë Osmane, qëndronin malsorët shqiptar, ndërsa në krye të tyre ishte një burr mbi 70 vjeçar, Ded Gjo Luli. Ai u lind rreth vitit 1840 në Trabujin të Hotit, në Malsinë e Madhe, që në rini u përfshi në mbrojtjen e trojeve shqiptare, duke marrë pjesë në lëvizjen e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe në qëndresën kundër dorëzimit të tokave shqiptare Malit të Zi. Ded Gjo Luli jetoi në një kohë kur shqiptarët rrezikoheshin nga të gjitha anët. Perandoria Osmane kërkonte nënshtrim, qarmatim dhe taksa të reja, ndërsa shtetet fqinje prisnin mundësinë për të zgjeruar kufit e tyre mbi tokat shqiptare. Në vitin 1911, malsorët e Hotit, Grudës, Kelmendit, Kastratit, Shkrelit dhe trevave të tjera u ngritën në kryengritje. Në krye të tyre qëndronte Ded Gjo Luli. Edhe pse ishte në moshë të thyer, ai nuk qëndroi larg rrezikut. Udhëhiqte kuvendet, bashkonte prijesit dhe qëndronte pranë njerëzve të tij. Kulmi i kryengritjes erdhi me 6 prill 1911 në malin e Deqiqit. Pas përleshjeve të ashpra, malsorët morën pozicionet osmane në Bratil. Aty në udhëheqjen e Ded Gjo Lulit u ngrit flamuri shqiptar. Në kujtesën kombëtare, ky moment njihet si rikthimi i flamurit të Skënderbeut pas shekujsh sundimi osman. Flamuri mbi Deqiq nuk ishte vetëm simbol i një fitoreje. Ai ishte mesazh se shqiptarët kishin identitetin, historinë dhe vullnetin e tyre politik. Por Ded Gjo Luli nuk luftonte vetëm për Hotin dhe Malsinë. Në qershor të vitit 1911, ai dhe prijesit e tjerë mbështetën memorandumin e Greqës, i njohur si Libri i Kuq. Dokumenti kërkonte njohjen e kombësisë shqiptare, përdorimin e gjuhës shqipe, hapjen e shkollave dhe një administratë që do t'u shërbente shqiptarëve. Kryengritja e Malsisë nuk e solli menjëherë pavarësinë, por i tregoi Evropës se shqiptarët nuk luftonin vetëm kundër taksave apo qarmatimit, ata kërkonin të drejta kombëtare dhe një të ardhme të përbashkët. Gjatë përleshjeve të vitit 1912, Ded Gjo Luli përjetoi edhe tragjedinë më të rëndë personale, humbjen e djalit të tij, Gjergjit. Sipas rrëfimeve të ruajtura, ai nuk kërkoi trajtim të veçantë për të birin, por e vendosi sakrificën e tij për krah asaj të gjithë djemve të Malsisë. Në vitin 1915, Ded Gjo Luli u vra pranë Oroshit të Mirditës, në rrethana që vazhdojnë të debatohen. Ai nuk ra në Deqiq, aty ku flamuri e bëri të pavdekshëm, por në një Shqipëri ende të dobët dhe të përqar nga ndërhyrjet e huaja.